Floriana Galliu, mirë se erdhe në podcast. Nuk kam mësuar se si të ngresh lojën e parë dhe nuk besoj se do ta mësoj ndonjëherë. Mu dikim në Ukrainë. Nuk e du. Ishte një rrugë, mjeku, pus me pyllje. Jo detyrimisht kush mban një motor, ka dhe tatuazh, është Një negativ. ne mbaj vetëm të pilota, por ne na do të probleme në din. Mirë të ardhur, mirë se riktheheni në një tjetër episod të podcastit ton për motora. Kësaj herë kemi të ftuar një personazh të cilit e shihni për ditë sepse ju tregon edhe motin, pavarësisht se sot gabuam çik sepse ka edhe pak shi, po gjithsesi do përpiqemi ta rregullojmë në pjesën e fundit. Floriana Galliu, mirë se erdhe në podcast. Faleminderit shumë për ftesën. Aq mirë tregoj motin sa që dështoj edhe vetë shumicën e rasteve. Kur është diell, bie shi del dielli dhe jo të pakta kanë qenë problemet kur del me motor. Po besoj edhe në shi e shijojmë shumë ne motoristat sepse motori është dhe liri, kështu që liri bashkë me shi besoj që bën atë. Unë jam nga ata që e shijoj shumë, sidomos kur është moti me shi dhe me motor. Kështu që mund të ketë edhe një zgjedhje tendencioze kjo. Qelloj që sot do jetë fortunal, kështu që nuk ja u sugjeroj të dalin me motor. Si ka startuar pasioni jot për motora? Është e çuditshme se si ka startuar. Unë nuk është se e kam përjetuar qysh për adoleshencës, siç ndodh zakonisht tek djemt pasionin për motorë. Unë kam filluar vonë, kam filluar mbi 30 vjeç. Dikur kur unë punoja në një televizion që ende nuk ishte bërë, domethënë kjo pjesa e doganës, nuk ishte strukturuar e ish doganës, të sheshi Shqiponja më pas e tjera me radhë, kishte shumë trafik, domethënë mbi 40-50 minuta ti vetëm prisi qëndruar. Dhe rrezikoja gjithmonë ose ta humbja orarin e punës, ose të vija me vonesë. Përveç se kësaj fillova edhe një punë të dytë dhe duhet patjetër që të kapja oraret. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që një shoku im kishte një skuter 125 kështu Liberty, mos gaboj, nga ato që të postu si i përdorin në Itali, dhe kishte për ta shitur. Dhe i thash, ta marr unë, i thash se nuk kusures po kap dot oraret, i thash. Po merr, tha më 600.000 lekë, ta asi gjos janë, po mirë, më thashun sigur edhe të prishet tash mas ca muajsh, e kupton, ja vlen se i nxjerr lekët e veta. Dhe kështu mora këtë 125. Fillova ta shijoja aq shumë të shkuar në punë, saqë thash, kjo që nga zgjidhja. Gjithmonë orar, madje përpara, dhe filloi të më pëlqente. Po siç janë gjithmonë njerëzit që pas një farë kohe e ti nuk të ngop më motori ose nuk të bin ose do një motor më të sigurt, fillon të rrisësh edhe pritshmëritë. Dhe kështu shita këtë motorin dhe mora një 250 X-Max. Më pëlqeu, motor shumë i mirë, X-Maxi. Mirë po, nuk e di pse më prish mendja, madje është i vetmi motor që kam shitur me fitim. Një X-Max i cilin e bleva 2.000 euro dhe shita 2.500. I ke bërë reklam vetë, besoj. Më duk si arritje. Dhe mbasi shita këtë gjithmonë kërkova prap më shumë fuqi dhe më shumë siguri dhe bleva një Majestic 400. Sërish skuter, vetëm te kategoria skuterave. E shijova shumë, por shumë i madh për qytet, sepse pjesa mbrapa nuk futet dot ashtu siç duhet për makina, edhe e kam mbajtur, domethënë gjithë motorat që un kam pasur nuk kanë shkuar më shumë se një vit, dhe gjithmonë kam pasur ëndra për shkuar gjithmonë më sipër, më mirë, po gjithmonë me buxhet të reduktuar. Dhe mbas skuterit të këtij Majestic 400 kisha ëndër një motor me marsh. Ishte ëndra më e madhe, domethënë zgjohesha dhe flija, duke qenë se më kishte hyrë tashmë në gjak pjesa e motorit. Duke parë podcaste për motora, duke parë si rregullonin, si i bënin, dhe në lagjen time ishte një djalë që shiste një Honda Hornet 600. Mund të shkosh nga një skuter te një 4 pistonç. Të paktën cilindrat e ke arritur gradualisht, pastaj gradualisht. Domethënë këtë ka qenë gjë e vetme e sigurt që kam bërë. Deri në atë moment s'kishe ngarë ndonjëherë motor me freksion. Asnjëherë. U detyrova futa në kurs për të marrë patentën. Mezi e mora atë kurs me 700 siklete, se është dhe pjesa e emocioneve, dikur shkon dhe më ka kapur ajo periudha që ti merje pra 2 patente, me njëra dyshin pastaj shkoje për anë, sepse tani nëse ke mbushur moshën merr direkt. Po se u ndryshoi ligji. Po u ndryshoi ligji deri në 35 kW ka qenë dikur. Dhe kështu detyrova futa në kurs, mora patent. Edhe fillova të lëviz me një Honda Hornet. Më pëlqente shumë, 4 pistonç, më ngopte. Mirë po ishte me karburator nga këtë sistemi i vjetër. U donte që ti ta lihet të ngrohej në fillim, pastaj filloi të ecje, pa ABS. Dhe kështu e shita Hornetin dhe mora një. Sa kohë mbajte? Nuk e ka kaluar një vit. Po e kam shijuar si motor. Mora një fazer 600. Nuk është se ky kishte ABS apo traction control, por paktën nuk kishte me karburator, ishte me injeksion. E mbajta edhe fazerin ca kohë, kam bërë shumë udhëtime të bukura me miq, dhe këtu fillova të njihem me komunitetin e parë, pra të gjej shokët e parë, të cilët ishin me motora. Mbas e shita fazerin edhe i pa i mbushur pothuajse një vit, kam marrë një
më fillit më pëlqeu ky stili aventurave, pra një motor që të ishte të hipje nëpër male, të bëj sport touring, e kupton? Mirë, po gjithmonë duke pasur buxhetin e limituar, ti nuk arrin dot atje ku do të arrish. Por është edhe gjë e mirë sepse ty nuk të pengon të ëndrosh, pra ti gjithmonë je për ëndron për gjëra shumë herë më të bukura që do t'i arrish. Po avantazhi tjetër është dhe që rritesh gradualisht. Se po ti kishe qenë fillim, ndoshta mund ta kishe marrë që në fillim dhe toleranca është zero te motorët e mëdhenj. Dhe mora një XTX 660. Një nga motorat më të bukur që kam pasur, më ka pëlqyer shumë, domethënë edhe për pozicionin që kishte, mënyrën se si ti edhe zhurma mua më pëlqen shumë te ata. Madje ndrova dhe marmitën, ja hoqja atë të vetën dhe i vura i marmitën. Tipik motor brazilian atentatesh. Me shapka me gisht. Po, me shapka me gisht. Ka të e kam shiu, kam bërë ca rrugë off-road, më ka pëlqyer udhëtime shumë nëpër Shqipëri, mirë po nuk mbaja dot ritmin e shokëve. Domethënë gjithë shokët e mi ishin me GS. Motori më në mod besoj për shumë vite rresh në Shqipëri, gjithmonë unë isha më i ngadalti. Madje ka qenë kur kam vendosur për po jo për shkak të pilotit, për shkak të motorit. Për shkak të motorit tek pistonç. Kur kam vendosur për ta shitur nuk e harroj dhe gjithmonë qesh me këtë momentin, ishim në autostradën Elbasan-Tiranë dhe unë isha me maksimumin që mund nxirrte ai motor, nuk po e them kilometrazhin, dhe vjen ky shoku im ngjitur dhe më shikon në një moment dhe e shoh. Edhe më thotë më mbaj, dhe thjesht e hap gazin, siç ishte me 5-ën e 6-ën dhe më ikën, thash. Nuk është. Do të bëj upgrade. Do të bëj upgrade. E shita XTX-in. Prita ca kohë, gjeta ca lek borxh dhe përfundimisht arrita te një GS i vitit 2014. Shumë i mirë si motor, por gjithmonë kur merr një motor të vjetër, pas ti të vinë dhe problemet dhe e mbajta atë një vit, riparo, prishu. Më mërziti, vendosa ta shes. Sigurisht me pak lek humbje, po duke u rritur gjithmonë ti shton vetëm diferencën e motorit tjetër që të marrësh dhe nuk është të bie nuk është të bie rënd, e kupton pra. E shet shton. Varet si të qellon 3000 maksimumi, edhe varet si të qellon edhe motori. Dhe mora një XR, një mish, low version. Shumë i bukur, 4 pistonç, një nga motorat, le themi, më të bukur vizualisht për të parë, viti 2016-2017, me të gjitha opsionet dhe më ka pëlqyer shumë. Është motori që kam bërë rrugën më të largët, në kilometrat më të mëdha që kam arritur të bëj, ka qenë pikërisht me X-Rën një mish. Kemi shkuar deri në Ukrainë, pra vajte ari kemi bërë mbi 5500 kilometra. Mirë po mbasi përfundova udhëtimin nga Ukraina, e kuptova që s'ishte motor për mua, për shkak të amortizimit shumë të fortë, gjithmonë 4 piston. Shumë hyn te kategoria pothuajse sportive, me gjitha të fuqi edhe raporti marshave shumë i lartë, pra nëse ti e çon motorin tek i 6 edhe qetësohet kur është 2 pistonç, ai është gjithkohës i ngranuar dhe do shumë gaz që ti të vazhdosh të ecësh. Pasi u kthyem nga udhëtimi në Ukrainë, kuptova që nuk kishte motori që më përfaqësonte sërish, domethënë përveç pjesës amortizimit, edhe 4 pistonçi në rrugë shumë gjata, marmita e zhvunduar. Edhe aerodinamika në krahasim me GS-n që ke pasur ti, besoj që të bezdiste shumë era. Po, gjithkohës, domethënë i ulur, ndërkohë që GS-ja ta jep atë mundësinë për të. Mua ajo që më pëlqen shumë te X-Ray-ja është për shkak të GS-ja ka ato muskujt, nuk e di si quhen, të motorit. Jo pjesa e motorit që dalin anësh. Po ajo është gjë që unë më pëlqen te GS-ja, ndërsa X-Ray-ja është një gjë e sistemuar dhe unë më ka pëlqyer gjithmonë X-Ray-ja në krahasim me GS-n. Ndoshta jam edhe më shumë sportiv, po. Po ndoshta modeli më i ri, pra i 2018 e sipër, ndoshta është përveç se shumë herë më i bukur, po me teknologji më të mirë, me amortizim shumë herë më të mirë se sa ai versioni i parë. Kështu që vendosa ta shes edhe X-Rën për këtë arsye dhe pastaj me shumë sforco arrita te KTM-ja i 2023-shit, domethënë prodhim shumë herë më i ri, shumë pa kilometra, me teknologji ndoshta më të avancuar nga secilit prej motorave që u kam pasur, pozicionimi shumë i mirë, shumë rahat, shumë komod, dhe shumë kuaj fuqi në raport me GS-n tashmë. Sa kuaj fuqi ka ky? Ka 160 kuaj. Po X-Ray do të kishte 120, 120, nuk e di, nuk ma zgaboj, po ky ka 160 dhe është domethënë mbi GS-t në kuptimin e të paktën me vitet e tij, sepse nuk e di, më duket se këto 1300 që tani janë bërë edhe ata 160 kuaj. Po, se di fix, po. Paga shumë po. Po, por domethënë është motor që ka një super teknologji, të mbron në çdo rast. Aerodinamika e këtij është perfekt me aerodinamika të mbron nga era, domethënë pa i vënë shumë aksesor mbrojtës e tjera me radhë, është mjafton në shumicën e rasteve vetëm pak të ulësh kokën poshtë ose syt poshtë xhamit dhe Po edhe teknologjia është goxha shumë e avancuar.
ABS, traction control, ka këtë autopilotin që ruan distancën nga makinat vet, mjafton që ti ta gradosh. Ai që nga me radar. Po, është me radar. Ndoshta janë opsione që ty në shumicën e rasteve nuk të duhet, sepse ndoshta ndonjëherë motori sa më i thjeshtë. Paralajmëruese deri diku se motori prap duhet ngarë, nuk është si makina. Do të jesh gjithmonë i vëmendshëm çfarë lloj opsioni që ai duhet ketë. Vëmendja është ajo që ty të shpëton në çdo rast, por nuk duhet ta humbësh vëmendjen. Sado opsione të kesh, po si je i vëmendshëm motori e vërtet. Je i rrëzuar. Po gjithsesi këto janë goxha suport, sidomos për njerëzit e ri që kalojnë direkt për shembull në kategori shumë larta. Po e di çfarë ndodh? Mua më rezultoi shumë e mirë i gjithë ky rrugtim nga motori i parë 125 tek ky është perfekt. Nuk ndaloj të ëndroja, pra unë gjithmonë kur flija kisha ëndër që të kisha një motor më të mirë, më të bukur, më me shumë opsione. Çfarë ndodh tani që e arrita? Nuk kam ëndra. Tani domthon ti e ke këtë motorin dhe mundohesh si ta shfrytëzosh, si të gjesh kohën për të bërë një udhëtim gjatë, për të shjuar një perëndim më shumë. Nuk mendon për motora, mendon për udhëtime tani. Për fat keq, ja. Prandaj në shumicën e rasteve është mirë që shkallat ti ngjisesh gradualisht, sepse ndryshe shumë të rinj un kam bërë një mesazh para disa ditësh, sepse më ndalojnë shumë që më thonë që më ndalojnë prindrit, më ndalojnë familjarët. Po, domethënë arrim prapë në konkluzionin që këta motorin do e marrin, sepse është një diçka që edhe po nuk e more kur s'ke mundësi, do e gjesh një farforme që të marrësh një motorin e ëndrave. Por ajo që unë doja t'i ndaja mesazh është që mos ta nisin kur të kenë lekë që të marrin një motor 1000 apo 1200 atë që kanë ëndër, po të kenë një rritje graduale. Por një person kur bën lekët nuk mund të marrë më motor 125. Po duke qenë në pamundësi ekonomike tani mund ta marrin duke suportuar prindërit e gjitha këto. Por këtu është bërë shablon, more motorin do vdesësh, do vritesh, do bëhesh copa, kështu që mesazhet ishin shiko se unë e dua fëmijën më shumë se ty. Unë nuk thashë dua unë fëmijën tënd më shumë se është. Kjo është absurde. Por ama që ti duhet ta nisësh gradualisht në mënyrë që ti do gabosh me motor, se është krejt logjike i do gabosh. Edhe makinë gabojmë. Ti është makinë, je brenda edhe nuk ke këto. Askush nga kush është prind apo fëmijë, askush nga ne nuk e ka pasur thjesht kur ka marrë motorin e parë. Gjithmonë meraku i prindërve është aty, ka qenë aty dhe do të mbetet aty. Puna është sa të kujdesshëm ne jemi në raport me motorin dhe me ngarjen. Pra, si e përdorim në motorin. Sigurisht që ti mund ta përdorësh për punë, mund ta përdorësh edhe nga pasioni dhe nga dëshira për të bërë gjëra, dhe kjo varet se sa i përgjegjshëm je ti për veten tënde. Edhe unë kam pasur probleme me prindërit e mi deri në pikën që ata e kuptuan që unë sigurisht kam sigurinë personale në radhë të parë, pastaj pasionin në radhë të dytë. Mjafton që kur ti merr një motor, ti je i veshur, pra ti je full gear, mos dalësh le të themi me shakra, me bluzë me krahë shkurtra, pa kokore. E keqa, nëse është e shkruar, do të ndodhi, dhe unë jam me këtë parim. Mund të ndodhi kur je duke udhëtuar me makinë, me tren, me avion, motori është një mjet si gjithë tjerët. Nëse ti je në gjendje ta komandosh deri ku ndahet, le të themi, ajo fija e hollë që ndan pasionin me çmendurinë, është okay, nëse e kalon dhe shkon në çmenduri një ditë. Ai që ketë motorin e di kur e ka over, domethënë asaj që. Po. E ndjen vetë kur po i kalon limitet e tij të pilotimit. Pra ti e kupton që tani do gabosh sepse je sipër limiteve tua. Dhe unë për shembull në raport me shokët e mi, sigurisht që domethënë pilotimi nuk ka fund. Unë jam gjithmonë ai që kam, le të themi, jam një hap më mbrapa. Jo ndoshta për shkak të frikës apo përgjegjësisë, po që nuk dua të kaloj limitet e mia. Duhet pilotoj deri në pikën që unë ndihemi i sigurt, pra që unë e komandoj motorin. Sigurisht që gjërat evolojnë, pra nga se nuk e di me gradë, po nga 70 gradë që ti palosesh në fillim tash i ke shkuar 40, por duke u rritur, pra ti nuk mund të marrësh një motor 1200-300 kubik, të shkosh dhe të hysh kthesës me 140, të kapësh gjurin në tokë dhe thush sepse ashtu ke parë në YouTube. Këto janë gjëra që sepse ne nuk stërvitemi me motorin, ne e marrim edhe fillojmë pilotojmë qysh për ditës së parë. Ndërkohë ti duhet, pavarësisht se ti e ke kryer atë kursin e patentës, ti kurse mëson motorin gjatë. Nëse kursi i patentës është një temë vetë herë, sepse ku kam shkuar për të marrë patentën, ai më tha mua ky është freksioni. Freksioni shtype këtu, marshi i parë është poshtë, edhe vazhdo. Ai ishte motor skandal, nuk e di çfarë vitit ka qenë, por nuk është kursej. Domethënë unë nesër dal në rrugë, po ti shkon marrësh patentën, ke një motor tani, shkon për të marrë patentën dhe hipën tek motori që do marrësh patentën dhe nuk di ti japësh. Pra nuk ndan freksioni, gazi, raportet me ke kohë ti domethënë ta adoptohesh me motorin. Pra duhet ta njohësh mjetin që ta nisësh nga pak. Ka dhe një diçka tjetër, sepse unë po flisja me dikë dje që më ndaloi, më thaj që shoh se videon tënde, unë e kam dërguar babit dhe gjitha këto. Por këta baballarët nuk e dinë që këta motorat i ngasin.
thjesht nuk I ngasin prezencë të këtyre. Kështu që cili do që e ka pasion motorin, diku e ka ngarë një motor dhe nge dhe fshehur. Por nëse e bën fshehtas është më keq se sa ta bësh duke marrë leje. Po është shumë më keq, sepse ai fshehur as I merr një motorin e një miku 600, me një motorin e një miku 1000. Nuk merr 125. Jo gjithmonë nxitimi, fshehja nga dikush të bën ty që të çon ty që të bësh gabime, sepse po e bën në mënyrë. Po e shtyn të jetë I papërgjegjshëm, se në momentin që ti e shtyn të bëhet I përgjegjshëm, një njeri që është I përgjegjshëm bën dhe zgjedhje, kur në liri bën zgjedhjet e veta, të mira apo e gabuar. Po kur është ai thotë unë xha jam I papërgjegjshëm, domethënë po vazhdoj në rrugën time të papërgjegjshëm. Po ne nuk kemi këtu për dhënë mend apo në kuptimin që ti shtym të rinj që të marrin patjetër një motor. Vetëm këshill që ne ose unë sakt mund t'jap është ta nisin gradualisht, jenë të përgjegjshëm, të veshin rrobat e përshtatshme, të ngasin me qytetari, bukur, më tepër çojnë udhëtimin edhe mjetin se sa shpejtësinë, sepse gjithmonë rezulton të jetë të paktën për rrugët e Shqipërisë është ende herët për pilotuar në mënyrë le themi siç kur ti shkon jashtë, makinat janë më të përgjegjshme, nuk të ndërpresin le themi rrugën. Jo, ne këtu kemi goxha problematika për sa I përket motociklizmit, sepse këtu ne nuk na llogorisin fare, futen majtas djathtas edhe domethënë ky është një problem goxha shumë I madh. Ne nuk kemi një pistë, pra ti nuk I jep mundësi është duke u bërë në fakt, po ti nuk I jep mundësi të gjithë atyre që janë pasionantë të shkojnë që në fundjavë të kenë mundësi ta shfrytëzojnë këtë pistën, të nxjerrin adrenalinën e tyre, ta shijojnë motorin dhe pas shkojnë ta mbyllin në garazh. Vetëm formë që një motorist të çlirohet dhe të shijojë adrenalinën është që gjej rrugë pa makina. Domethënë që gjesh rrugë pa makina dhe pa trafik duhet të udhëtosh 150 km që të arrish një të tillë. Dhe çfarë bëjnë motoristët? Fillojnë bëjnë rrugën. Çfarë mendimi ke për pistën? Se gjithë komentet kanë qenë si guxoni të bëni pista sepse ne s'kemi lek për buke, gjitha këto gjërat. A mendon që është një zhvillim jo vetëm për motociklizmin, po edhe për vendin, sepse nëse aty zhvillohen vërtet gara, do të thënë janë përveç politikës që nuk duhet të hyj fare, për mendimin tim është gjëja më e mirë që po bëhet për komunitetin, të gjithë ata që dashurojnë pasionin për motorat, por edhe për makinat. Pra ty t'jep mundësinë ka shumë çuna që unë I njoh që marrin rrugën për të shkuar në Greqi, në Itali, për të futur në pistë. Është vetëm një formë që ti ta shijosh motorin tënd dhe aftësitë tua të pilotimit. Dhe në të njëjtën kohë ti e shfryn gjithë energji që kanë djem për edhe vajzat tashmë që kanë hyrë shumë mod me motorin, është vetëm një formë dhe e sigurt. E theksoj. Dhe është shumë e sigurt që ti të pilotosh në një pistë ku I nxjerr limitet e motorit tënd, sesa në rrugë qytetit. Dhe kështu jep mundësinë atij që të shkojnë në fundjavë, ta marrin motorin dhe të kujdeset gjatë javës duke e riparuar, duke parë, duke pastruar dhe jep mundësi ta shijojnë më shumë gjithë për sa kohë ka një fundjavë që do ta shijojnë në pistë. Ama kur ti nuk e ke këtë mundësi, e vetmja formë për ta shtyrë drejt aksidentit një të ri është ta lësh të pilotojnë në rrugë, le themi duke kaluar limitet e shpejtësisë. Pas një intervistë I thoshte nusja e Peko Banjajës, që është kampion bote në MotoGP, I thoshte unë nuk e lë burrin të marrë patent. Ai është pilot MotoGP. Dhe po mendoja, nuk ka faj, sepse nuk ka pse të ecin rruga ai xha është, domethënë kur futet në pistë ai është më së I shfryrë. Dhe nëse ne kemi një pistë, unë ka pas raste kur kam shkuar vetë në pistë, kam ikur në Kroaci, kam bërë me 100 kilometra, kam ikur edhe prapë në Greqi që prapë është larg plus kostet e gjitha këto koha që harxojmë. Kur vija në Tiranë, të paktën me 3-4 javë mosdhirje me motor sportiv. Isha çliruar komplet nga energjitë mia. Po të shikosh, pilotët profesionistë, ata që japin motorët dhe që hyjnë në pistë janë pilotët më të kujdesshëm kur vjen puna në rrugë. Është vërtet. Pra dhe I këshillojnë gjithmonë ata që kanë marrë një motor që mos t'i japin në mënyrë të papërgjegjshme këto gomat në ajër, me gomë të parë, me gomë më s'bëhet fjalë. Dhe I shikon që janë shumë përgjegjshëm sepse e dinë çfarë do të thotë rreziku. Me motorin mund të rrezohesh edhe me 10 km/h, mund të rrezohesh edhe me 200 në orë dhe dëmet janë. Po. Sidomos me gomë të parë një është goxha rreziku i madh. Edhe në MotoGP festoi Jorge Martin që fitoi atë garën. Edhe bëri diku 200 metra me gomë parë edhe e ndaluan MotoGP në dyflluna 2027 do ketë me festime ta tilla. Po sepse me rrotë parë je 80 me 20, as 50 me 50 nuk je, e kupton? Sepse varet se si bie në momentin që ka kontaktin goma me tokën. Se po të ketë frenuar goma, mund një diçka e vogël edhe. Është e vërtetë. Dhe shumë njerëz kanë pas aksidente, po është e vërtetë. Sepse thonë çka që jo po nuk e ngre, nëse e ngre me rrotë parë, nuk e di peshën e, nuk je pilot. Po nuk tregohet pilotimi te rrota e parë. Ke brazilian sa duhet që nuk ecin, po ama ato e kanë mësuar taktikën atë. Vetëm bëjnë cirk. Po. Është e vërtetë. Po që brazilianët vdesin për ditë se kanë probleme për këtë punë. Ata, unë nuk e kuptoj si bien edhe çohen në moment. Domethënë ai bie zvarritet në asfalt. Ai ka të llogoritur atë. Është e çuditshme pasioni që kanë ata për motorët dhe për futbollin. Na trego pak për udhëtimin që do bësh këto ditë të fundit. Kush e ndau mendin për të shkuar? Pse kaq larg?
Shiko, kjo nuk është larg, kjo është një nga rrugët që besoj ata që kanë pasion motorin e bëjnë më shumë. Ata shokët e mi të cilët e kanë pasur dhe mundësinë me kohën në raport edhe me kostot, e kanë bërë disa herë. Unë është era parë që i bëj Dolomitet në Itali. Kemi bërë rrugë edhe më larg se sa kaq, por e pam të udhës duke qenë se është një verë nxehtë dhe kishim dëshirë të bënim, le të themi, bregun e Italisë, Francës, Spanjës, duke qenë se ishte shumë nxehtë. Menduam që të rinim në Alpe këtë herë. Kemi menduar që të rrim Dolomite, në Alpet e Austrisë edhe gjithashtu nëse do vim pak në Zvicër. Një udhtim 8-9 ditor, jemi grupi, domethënë më në fund është mbledhur mbas kaq shumë kohësh. Sa persona jeni? Tani, ne këtë herë do të jemi 7, jemi 5 shumë nga Shqipëria dhe 2 që do na bashkohen atje. Por ne kemi një themeluar dhe një grup, falë edhe pasionin që kemi, që grupi quhet Ride Albania. E kemi nisur si dëshirë dhe pasion për motorin, por edhe për të promovuar Shqipërinë. Në kohët kur Shqipëria kishte nevojë të promovojë rrugët e bukura. Ti je ndër të paktit që ka shkruar për motora për udhëtime në Shqipëri, besoj sot. Unë i lexoj shpesh, po s'kam parë vetëm atë që ke shkruar ti për atë udhëtimin. Po, e çuditshme është që nuk që na duhen më shumë material për këtë. Po, është e vërtet. A do bëni ndonjë video kur të shkoni tani? Si po pres, jemi pajisur me Insta 360, drona, pafundësisht. Po në një natë jashtë duke parë yjet do e bëni apo? Ky është plani pra, domethënë ne kemi vendosur që ta mbajmë udhëtimin edhe me pak kosto këtë herë. Edhe pse jo, jemi pajisur gjithë me çadra, tenda kampingu, dyshejqe, motori do jetë një mal i madh që do të udhëtoj këtë herë dhe e bëj me qejf sepse do t'i hyj edhe kësaj pjesës së udhëtimit solo, ndoshta një ditë pse jo, pra me çadrën tënde ku ti fillon të shijosh, dhe është një mënyrë shumë e mirë reflektimi për veten tënde, sepse motori është terapi. Unë jam me këtë teorinë që ti hipën dhe gjithkohës janë meditim. Asnjëherë nuk ndalon së menduari. E vetme që ti nuk je duke menduar është motori dhe rruga, por mund mendosh për 1100 gjëra. Po, e vërtetë. Dhe besoj që edhe kampingu në këtë rast do të ndihmojë shumë për ta shijuar si shoqërinë tonë, natyrën, kontaktin me natyrën, por edhe udhëtimin sepse ke çfarë të mbash më. Po për gjithë ata që thonë që s'ke mundësi ekonomike të dalim ne të bëjmë këto udhëtime, a janë shumë të kushtueshme këto udhëtime? Mendoj që janë udhëtime shumë herë më të lira se sa ti nëse do udhëtoja me makinë, me avion, me tragjet, por për të bërë udhëtime pak egoiste se ti nuk e merr dot familjen. Por është po na një ne motoristët do të tregojmë pak egoistë. Se ne mendojmë për çdo gjë, po të paktën do të tolerohemi deri diku. Megjithatë është egoiste, pra ti gjithmonë do duhesh të bësh pushimet vetëm ose me shokët. Megjithatë mendoj që është forma më e mirë për të bërë pushime të lira. Pra qoftë je grup çunash, dhe je gjithmonë numër çift, sepse tek të bie pa keq se do ndash dhomën keq, dikush do flej vetëm në dhomë. Okej, ke pjesën e karburantit, por detyrimisht ashtu kështu ti do ta paguaje si me makinë, si me makinë. Dhe pastaj nuk e kosto, ti do ushqesh, mund të ushqesh nëse do rish edhe me çadër duke gatuar vet. Po. Dhe mendoj që ti e shijon një qytet apo qoftë edhe një shtet në pak ditë, në shumë kilometra me shumë pak kosto. Nëse je pasionant i udhëtimeve, nëse nuk je, ke qef ato pushimet, le të themi që ti shkon në një resort të rish, trihesh në pishinë, ushqesh 5-6 vakte sa ofrojnë këto resorte dhe vjen. Ti hash dhe me zorë se aty gatuar edhe për 300 vet. Atëre le të themi që janë të kushtueshme këto udhëtime me motorë. Përndryshe le të shkojnë në resorte. Po besoj shumë njerëz e kanë ëndër këtë të bëjnë një udhëtim, madje edhe duke fjetur jashtë, nuk e di e ke parë atë, besoj e njohin gjithë Dashnor Balliun. Po, e kam ndjekur, e kam pasur edhe në intervistë. A e ke pasur në intervistë? Kur konte sponsor dikur dhe më duk shumë e çuditshme, thash Dashnori, da udhëtoj botën. Edhe domethënë e paragjykova pak me thënë vërtetën, por çfarë mendimi ke për udhëtimin e tij? Të duket pak pak e frikshëm. Ti çmendur, domethënë vetëm një njerëz dashnori mund ta bëj. Duhet ta njohësh aq mirë motorin, saçi e njeh ai, sepse ai fuduar motor. Ai është dhe mekanik. Po, është dhe mekanik, fuduar motor e njeh. Po. Bën gomën, domethënë ne e mbajmë veten për pilota, por ne më na ndodhi problem në s'dim. Jo, s'bëhet fjalë, unë s'e kam aberin fare herë. Në telefon, do hapësh në YouTube në një gjë dhe ti nuk e bën dot, nuk kemi gjendje ta bëjmë atë që bën dashnori. Ai është për mua pasionant dhe besoj që ka bërë udhëtimin e jetës dhe jo të jetës vet, por të jetën e shumë njerëzve që kanë pasion motorin edhe udhëtimet. Dhe bravo i qoftë. Jo, është për të lavdëruar, po në ana tjetër mua më duket si një zhdukje fare nga bota që je për të krijuar atë botën tënde. E frikshme në aparencë, po besoj ai po e shijon maksimum. Edhe ne po e shijojmë shumë sepse askush tani besoj se do të mund ta bëjë atë eksperiencë ai ka fituar një lloj. Unë jam me parimin që nëse do të kulturohesh, pra nëse do të fitosh bagazh kulturor, pra ti të hapësh sy, duhet të udhëtosh. Do të udhëtosh, vërtet. Besoj që ai tashmë
shumë herë përpara nesh. Shumë e vërtet. Madje dhe udhëtimet që thonë nuk duhet t'i bësh patjetër në për resorte, për se thonë që po shkoj në filan vend në resort për të marrë kulturë. Nuk merr kulturë merr kur vendos një çantë edhe për të udhëtuar. Dhe të njohësh njerëz, të fitosh eksperjenca, të ndash eksperjenca. Mua më ka ndodhur për shembull kur shkuam në këtë udhëtim në Ukrainë para 2 vjetësh. Kishte filluar lufta kur shkove? Po, kishte filluar lufta, po ishte pak më e qetë. Unë sapo. Po pse Ukrainë? Nuk e di, ma bëjmë të futur. Unë historia ka qenë që unë isha në finalen e fermës VIP. Po. Edhe përpara se të ndaj çmimi, vjen Geri, shoku im i ngushtë, dhe më thot, vllai, do ikim thot mua në udhëtim sa dalë. E përshëndesim. Gerti Germash. Edhe më thot, vllai, më thot mua do ikim në udhëtim. Ndërkohë akoma nuk ishte zhvilluar finali e spektaklit. Ishte gjatë kohës që ishin reklama. Dhe i thash unë, ikim për zotin, 82 ditë këm brenda u çmëlla, ndërkohë motorin e kisha aty që ma kishin sjell. Tash më zi po pres të dal, ku tjetë, ç'a tjetë? Tha më do ikim në Ukrainë. Si në Ukrainë, nuk ka luftë, ka pushu lufta, tha më po mbaro se ta do shpjegoj unë. Dhe kisha dhënë fjalën është problemi, se kur dole e kuptova që kishte akoma luftë, por ne kishim edhe një mision, fal një çuni që kishte bërë një gjetje shumë të mirë për dhurim gjaku për ushtarët Ukrainës. Ky ishte si misioni jon për ta përmbushur. Pra bëm gjithë ato kilometra për shkuar dhe për dhënë gjak. Shumë gjë e bukur. Por edhe për të shijuar udhëtimin, edhe këtë pjesë të Europës që ndoshta nuk e kishim frekuentuar shpesh. Dhe nisa të them që kur shkuam atje takuam shumë njerëz cilët na u gjendën, na ndihmuan, që ishin shumë të dashur. Sikundër jemi dhe ne me ata kur vinë këtu. Por një episod që më bëri shumë përshtypje ishte kur na la goma. Një nga gësot u çaj, u prish goma. Dhe ka ardhur dikush që shiste frigorifere në një rrugë në mes të askundit. Ishte një dyqan frigoriferash. Na pa dhe bëri të pamundur që ta ndihmonte. Dhe unë e kam dokumentuar atë, kam dhe me video që kam postuar atëherë. Na morën, na hoqën gomën, na quan servis, donin të na paguanin. Të respektueshëm. Gomën tonë, u çudita. Erdhën nga jeni, nga sjeni, na ofruan ushqim, ujë, na bën dhurata kur ikëm dhe jam habitur me mikpritjen e tyre. Pra ne nuk shijojmë gjithmonë udhëtimin, por shumë edhe njerëz dhe shumë të mirë që krijojnë rrugës. Kështu që jam pa fjalë nga gjitha udhëtimet dhe nga kilometrat që kemi bërë. Shumë gjë e bukur. Unë kam parë edhe shumë iniciative që keni marrë për adhurimin e, domethënë, që mbledhni fonde dhe i çonin në për. Po, ky ka qenë edhe një nga misionet që kemi pasur si le të themi si grup, si komunitet. Po, është domethënë shumë gjë e bukur. Në shumë aspekte, në shumicën e rasteve ka qenë një që pse mos ta bëjmë, pse mos bëjmë diçka. Nëpërmjet motorit, sepse mund ta bësh edhe në mënyrë individuale, impakti kur ti shkon te fëmijët dhe shikon 50 ose ndoshta më pak 20 ose 30 motorista që vinë për të ndihmuar, është një kujtim shumë herë më i bukur nëse nuk do ishte me motor ose do ishte shumë i bukur. Impakti dhe kujtimi që ti lë tek fëmijët. Dhe kemi marrë disa iniciativa, të cilat nuk e vlen për të përmendur për të bërë reklam, por për të kuptuar se si motivohen njerëzit kur bëhen bashkë dhe se sa shumë mund të jenë ndihmues. Edhe komuniteti i motorave besoj që i motoristëve është nga më të mirët që kur ngrihet një kaos për të ndihmuar, gjithmonë janë bërë bashkë për shpëtuar edhe jetë njerëz shumicën e rasteve. Me çka kam kuptuar unë, motoristët janë shumë të dashur, domethënë si njerëz, domethënë duke qenë se kanë edhe një pasion, i ka bërë të jenë edhe njerëz më të mirë, të falin më shumë, të tolerojnë më shumë, edhe të dhurojnë pse jo. Kështu që këto iniciativat nuk e di kush i ka marrë. Dikush e ka thënë kinemaja. Do thuash ti pse? Sepse kinemaja ka krijuar stereotipin e motoristit gangster, arrogant, që thyen, që prish, që vjedh, që mashtron edhe që Hollywood. Po nuk është ashtu. Shkret e kundërta. Po është elmetës se një motoristi mund të gjesh një mjek shumë të mirë, një avokat shumë të mirë, një artist shumë të mirë, ndoshta edhe një njeri që s'ka profesion por ka një pasion shumë të madh. Që jo detyrimisht kush mban një motor edhe ka edhe një tatuazh, është një negativ apo vandal apo nuk respekton rregullat. Kështu që mendoj që është paragjykuar situata sa i përket komunitetit motoristik. A ke qarë ndonjëherë ti në motor? A kam qarë? Po. Shumë herë. Okej. Se disa nuk shprehen, thonë jo, më se jam unë për kështu nuk. Jo, shumë herë. Po besoj është vendi më i mirë për të shprehur, për të bërtitur, për të qarë dhe për të qeshur për gjitha bashkë. Vendi më i mirë për të reflektuar. Pra, ti hipën motor, e ke mendjen te rruga, po ndërkohë në kokë ke reflektime me veten që ti nuk i bën dot kur je në shtëpi, në familje, në punë, se nuk ke kohë. As makinë nuk i bën. Nuk ke kohë. Nuk e ke atë ndjesinë që jep motori, sepse motori, unë domethënë ajo që kur mendoj motor, unë mendoj liri. Unë hipën motor dhe unë jam i lirë.
i lirë në mendime, i lirë në ecje, i Po lirë e thua ti që e ke provuar, sepse një njeri që s'e ka provuar dhe ka parë motorin nga një pikë ndaluar, duket sikur është një çmendur që kalon në shpejtësi. Sepse ti e shikon motorin që kalon, por ti je ndaluar dhe nuk e llogarit dot shpejtësinë atit. Kurse kur ti je sipër, ti bëhesh njësh me mendimet e vërtet. Dhe ti ke kohë të i bësh të gjitha gjërat, sepse je vetëm. Dhe nuk ke kohë domethënë as të çorientohesh, as të mos mendosh për mjetin që je duke ngarë. Pra ti je gjithkohë duhet të kesh duart aty, syt aty, mendjen aty. E vërtet. Po ndërkohë që shijon gjithë. Domethënë motori të jep të dyja këto, edhe të mendosh, po edhe mos të mendosh. Domethënë kur ti ecën shpejt, ti nuk mendon asgjë. Ti mendon vetëm veten edhe ku të shpëtoj, të mbijetoj. Ka momente që ti karikohesh, për shembull, që mund të jenë në rrugë malore, rrugë bukura, rrugë që s'ka trafik, kur asfalti është shumë i mirë, sepse shumë domethënë, se ti arrin të dallosh tashmë asfaltin dhe i pak që ka goma me të, edhe kur gomat i ketë mira, ngjisin shumë herë më mirë dhe ti thua që okay, kjo është rruga që duhet shijuar dhe ti ngranohesh. Edhe fillon ndalojnë mendimet edhe fillon fillon pilotimi. Po janë segmente dhe seksione shumë të shkurtra që ti i bën ato sepse pastaj Po, patjetër. Se kemi pistë gjithandej. Bëhet situata. Një moment që mua më ka pëlqyer kur ti ke qenë tek ferma VIP është kur laje motorin. Ai ka qenë një meditim që unë kënaqesha vetëm atë pjesë që shifje që ti e pastroje me detaje. Unë mendoj që ne jetojmë në apartamente, ne nuk jemi motoristë. Një person që merr motorin e çon lavazh nuk është motorist. Nuk është. Duhet ta las vetë motorin. Po që për fat keq, pjesa e madhe ne që jetojmë në Tiranë, jemi gjithë të mbyllura nëpër konvikte dhe e shohim motorin vetëm kur e nxjerrim. Ka zgjidhje. Mendoj që ka zgjidhje kush e ka pasion. Unë për shembull bashkë me Gerin, me shokun tim, kemi bërë zgjidhje shumë të mirë, por kemi pak a shumë një garazh sa kjo hapësira, cilin e kemi shndruar në një vend ëndrash për çuna. Ne kemi vënë një televizor, një divan, një raf, një gotë alkool kush është çefli, kemi parkuar motorrat bukur, kemi vendosur varur gjitha xhaketat, kokoret. Pra është një vend që ti shkon dhe mediton. Kur do të mblidhesh, për shembull, të shikosh një futboll, shikosh një serial televiziv, ose qoftë edhe pa ndonjë arsye. Shumë gjë e bukur. Çuna shihemi te garazhi sot. Është gjëja më e bukur dhe që unë mezi pres ta përjetoj, domethënë gjatë javës kur mblidhemi, sepse një herë është domosdoshme për të mbledhur, disa herë është qepëse. Ka forma për ta shijuar motorin edhe për tu marrë me motorin. Unë kam qejf gjithmonë kur e çoj në servis, ti rri sipër i them, si duket, gjeta një problem tjetër gjatë rrugës, po shifej herë të vllajt, mos, por nga vjen kjo zhurma. Pra, më pëlqen i gjithë procesi, që ta shijoj, edhe kur ti vendos një aksesor të ri, edhe një sticker të ri. Është çështje pasioni, ose ke shumë lekë dhe thjesht e çon në servis dhe ta sjellin, ose do t'i rish aty, edhe pse mund t'i kesh mundësit, po mënyra se si ti e shikon motorin dhe pasioni që ti ke derdhur në të bën që ta duash më shumë atë. Dhe ka dhe një shprehje shumë të bukur që thon për motoristët. Nëse ti e parkon motorin dhe largohesh dhe nuk e kthen kokën, nuk je motorist i vërtet. Është vërtet. Dhe kjo mua më pëlqen shumë. Unë e kthej 3-4 herë. Ai kam parkuar mirë. Sa i mirë që je. I ke vendosur në emër garazhit? Jo, nuk kemi. Kemi një vetëm emër të grupit, që kemi grupin Ride Albania, kemi stikerin ton, logon ton. Mendoj që do një emër, nëse me atë që krijova unë në mendje që ke bërë, e do dhe një emër garazhi. Mirë do ishte në fakt, më kishte shkuar në mendje. Mund t'i vendosim një emër. Jo Artur Garazhi. Jo, ai është i zënë, ai është më i famshëm për momentin. Cilat janë udhëtimet më të bukura për ty? Të udhëtosh ditën apo të udhëtosh natën? Natën, tash kjo punë është dhe me moshë, se natën domethënë gjithmonë ne përpiqemi të shmangemi natës. Parimi i grupit ton, i çunave që kemi udhëtuar shpesh është që nisemi herët mëngjes, bëjmë shumë kilometra, aq sa mundemi. Pa ushqyer, pa ngrënë. Dhe shijojmë pjesën e pasdites bashkë me darkën në vazhdim. Pra ti ndalon në karburant, dhe pushon pak pi pakuj dhe vazhdon bën kilometër për të arritur sa më shpejt atje ku ke vendosur të shkosh. Qofse po pretendojmë për të arritur le të themi në destinacionin final, sepse pastaj kur ti arrin atje fillon të shikosh pasot, ku do hysh, ku do bësh, cilat janë kilometrat e radhës. Po kur ti shkëputesh nga Shqipëria, si më thon, për të arritur deri në Rumani, do nxitosh ti bësh edhe kilometra, se janë 900. A nuk të duket pak më e frikshme ecja natën? Shumë e frikshme dhe nuk e rekomandoj, domethënë për çunat të cilat sepse kilometrat lodhin, vjen një pikë që ti e humbet edhe durimin. Por nëse do të më thoshe që nisu tani natën për të shkuar deri në Durrës, okay, e shijoj udhëtimin. Po nëse ti ke bërë shumë kilometra dhe të kap nata rrugës, situata bëhet e sikletshme dhe nuk e asgjoj, se fillojnë të vishën syt, sidomos kur bie pak shi, fillojnë dridhat e makinave të bashkohen me njëra tjetrën, nuk e kupton më apo vjen apo po ikën. Po edhe kafshët sigur natën sigur çmenden. Kafshët dhe gjëja më, domethënë ti ndodh për shkakun të kalosh në një hije, thua po ishte kjo që kalova. Më ka ndodhur disa herë që thua po shpëtova përqime. Në një qen që të pret rrugën në Shqipëri, se jashtë nuk ndodh. Po natën duket sikur janë të dehura, dalin andej këtej shtypen në
duhet me qenë shumë i kujdesshëm. Unë në Athinë e kam bërë 2 herë, domethënë që është rruga më e largët që kam bërë unë. Po ajo ore e fundit, domethënë nuk e di. Nuk e di kur jemi kthyer ne që po ktheheshim nga Rumania për në Shqipëri, u kthyem nga Maqedonia e Veriut dhe qelloi që hym këthe nga Dibra Madhe. Jemi futur në atë rrugën, ishin kilometrat e fundit për të kaluar për të futur në territorin shqiptar. Po. Ishte një rrugë mjegull, pus mes pyllit, e frikshme, lagështi, gjitha na rëndonin, kostumi na rëndonte, komët na dhimbnin, kokorja na shtrëngonte nga veshët, janë ato kilometrat e fundit që ti po tenton të arrish sa më shpejt në shtëpi, por është kot nxitosh, sepse nuk mund nxitosh. Edhe fillon bëhet shumë e rrezikshme situata. Domethënë nuk është mirë të udhëtosh natë. Më mirë bëj në 2 ditë, planifikoj që udhëtimin ta bësh në 2 ditë, sa tentosh të bësh shumë kilometra, po ndërkohë ke rrezikuar veten. Si e bën frenimin ti? Unë kam parë jashtëzakonisht, unë jam një nga ata njerëz që kam mësuar, si të gjithë, se po mburrem kot, e kam mësuar kështu në mënyrë autodidakte. Pra, kam mësuar shumë duke parë tutorial në YouTube se si të pilotosh. Duke i vënë në praktik, duke pyetur, duke bërë, ka shumë që t'i japin mend, pas bëhet kështu, ja bëhet kështu. Ti duhet ta kuptosh një pastaj ta bësh. Unë frenimin e kam nisur keq si gjithë tjerët. Pra, unë nuk kam ditur t'i jap motorit. Dhe gjithmonë kur ti rri në raport me një pilot tjetër që është më i mirë përpara, se të paktë kanë pasur udhëtimet vetëm. Gjithmonë me një shok ose me 2 ose me grup motorash që janë shumë më të mirë se ty dhe ashtu mëson. Rri në linjën e atij, fillon futesh. Po unë frenimin në fillim kam frenuar gjithmonë me të parë, trail braking e mësova me shumë vonesë dhe pastaj fillova të fusja në punë edhe të mbrapshmen dhe tani gjithmonë i alternoj. Pra hyj në kthes duke frenuar. Palos motorin, lëshoj frenat gradualisht, jap gaz, duke u drejtuar, jap gaz dhe dalim në kthes. Ky është parimi im. Pastaj kur ke qef palosesh pak, nxjerr brylin apo nxjerr këmbën, këto janë pastaj le të themi aksesor për të dukur bukur. I përdor ti këto taktikat, domethënë me nxjerr brylin, këmbën? Kam qef ndonjëherë për të çliruar, e kupton? Kam qef po gjithmonë shokët tallen me mua sepse un prap motorin e mbaj lart. Pra nxjerr trupin, po motorin e mbaj lart për çdo rast që ty të ndodhi një papritur, sepse sa më drejt jetë motori, dhe nëse ti frenon, aq më mirë ti ikën frenimin. Nëse motori është i palosur, dhe ti vazhdon frenon, mund t'i iki goma e parë. Po, sepse në momentin që ti palosesh, humb gripi, domethënë ke shumë më pak grip, dhe në rast se ti e man motorin lart, edhe vetë je i palosur, kjo është perfekte. Kjo është nëse arrin ti ta mbash dhe vetë të dalësh, kjo është on top. Më i sigurt. Sepse goma ka më shumë grip, sido që të jetë, edhe për gaz dhe për frenim, ti je në rregull. Ky ka kështu corner braking, po. Po. Ky domthon të ndihmon vetë. Drejtohet, pra kur ti je në kthes i palosur, nëse frenon motori hop drejtohet lart. Po prap nuk është 100% i sigurt, ëh? Po. Dhe gjithmonë parimi është motori drejt, ti pak i palosur. Jo, në rast se ti del më shumë se sa nxjerr motorin, kjo është perfekte. Po që duhet domethënë varet se si çdo motociklist ka të stilin e vet. Dhe unë thoshe gjithmonë në fillim, se unë gjithmonë motorin edhe unë në YouTube e kam mësuar duke parë vite në italisht. Në Shqip nuk para ka, tani që po dalim ne po na shajnë gjithë ditën, po që rëndësi ka kjo punë. Edhe në fillim fare, kur ti nuk e di, ti du të mësosh disa lloj stilesh, si për guide, si për frenimin, pastaj çdo pilot merr ato të vetën. Se po të shohësh edhe në pilotët e MotoGP-s, janë ca që shtrihen barkës, si është Mark Marquez i shtrihet edhe me gjithë, edhe Jorge Martin. Janë ca të tjerë që e mbajnë pak më lart, po nuk do të thotë që ata ecin më shpejt. Thjesht është stili. Disa për shembull që e nxjerrin komplet pjesën e këmbës jashtë, disa e nxjerrin gjysmë. Po ka disa forma dhe ti eksploron deri në pikën që gjen veten. Eksakt. Deri në pikën që gjen veten. Domethënë ka motorët sipas kategorive që të lejojnë pilotosh ndryshe për shembull. Pra mund të ketë kategori motorash që ti palos motorin nga kundër. Po siç e bëjnë policët e kur stërviten. Mund të shkosh bashkë me motorin, mund të bash motorin lart dhe trupin. Pra ka disa forma që ti të lejon secili motor që të pilotosh ndryshe. Apo mënyra e kthesave se ti merr. Nëse janë kthesa të shkurtra dhe të shpejta, pra më shumë të verdis të ulësh motorin dhe të shkosh në krau tjetër. Nëse janë kthesa të gjata dhe të bukura dhe të shpejta, mund të shkosh bashkë me motorin. Varet nga asfalti, varet nga frika, nga gjendja se si ti ndihesh për momentin. Po ka shumë faktor, po gjithmonë kur ti ke shokun dhe shikon para që hekurat e GS-s janë gati duke kapur asfalti, si e bën më valla, mo gjithmonë duket vetja lart. Megjithatë, e rëndësishme që të ndihesh i sigurt edhe ta kesh në kontroll. Edhe asfalti ka të bëjë shumë. Në rast për shembull se kemi një asfalt me grip, kjo palosja kështu është perfekte. Në rast se ke një asfalt që nuk ka shumë grip, kjo kështu është perfekte, sepse ti arrin ta qëndrosh pesh në mes. Po. Ka shumë
në shumicën e rasteve në Shqipëri unë nuk i besoj shumë asfaltit. Edhe pse thonë që rruga Kombit ka asfaltin perfekt, ka disa pjesë, disa seksione të saj që duket që është gjallë. Dhe nuk e di se çfarë ka që nuk shkon me rrugët tona dhe me cilësinë e asfaltit. Ajo ka gripë, është e vjetër, prapë është e konsumuar. Ti shikon që ai shkëlqen, nëse ai asfalt shkëlqen, imagjino se si është momenti që ti do frenosh se çfarë do të ndodh motor. Edhe në Tiranë për shembull, kryeqytet janë ca rrugë të frekuentuara, cilat ti frenon, sado teknologji të kesh me motor, prap do rrshkasësh. Pra duhet me qenë kujdesshëm shumë se është gjallë, sidomos rrugët e bllokut që kanë qarkullim shumë shpejt makinave. Nëse ti shkon të frenosh me një motor, është sigurt që do rrezohet. Sidomos dhe motorrat që s'kan as ABS, as traction, domethënë motorrat e vjetër. Tu ke shumë kujdes. Që janë për parkingje zakonisht që ti Po është gjallë. Po kështu me sa gishta e bën frenimin? Gjithë me një. Me një gisht? Me një gisht, me tek gisht. Dhe është një gisht që nuk lëviz kurrë. Pra, ti e ndez motorin e fike bën, gishti është gjithmonë aty. Gjithmonë ka që frenojnë me dy, me gjithë gishtat nuk lejohet njerëz është. Jo ka shumë që bëjnë me gjithë gishtat. Me gjithë gishtat. Kur kanë bërë videon e parë që frenimi bëhet me dy gishta, çfarë fletim thoshin mo. Tuar kapet tamam. Që ta dish. Po. Kur je i palosur, si ta kapësh tamam? Po jo, se komandon do se ti do të japësh dhe gaz motorit dhe domethënë nëse ti e ke dorën e hapur, ti merr trupi shkon bravo. Po që më sigurt është me dy, sepse njëri mund të usti besosh shumë. Besoj dy. Varet nga gripi që ke, unë ndonjë shumë fort. Jo se do sa e ke të dorën më të madhe që më ka penguar, dy gishta më pengojnë gjithmonë, kurse një e kam shumë herë më të komandosh. Dhe ti në momentin që se mjafton të kesh impaktin e parë, se gishtin e dytë mund ta çosh dhe rrugës, e kupton, kur është frenim shumë i fortë, po. Me këtë lloj teknologjie një besoj që është mjaftueshëm. Por unë kam pasur një problem shumë madh me freksionin, për shembull që e kam pasur shumë problem derisa e hoqa si vesh. Unë e mbaja freksionin shtypur, janë kthehet shtypja freksionin. Nuk e koordinoja dot, më dukej sikur po ta lija fuqinë e motorit, sikur do më rrëzonte. Derisa e kuptova që dogjen ja dy freksione. Jo, punë e madhe ajo, po derisa e kuptova që ashtu mund të rrëzohesh, pra ti nuk mund të hysh në kthes të shtypësh freksionin. E kupton se e lçon motorin me xhiro që nuk e kontrollon dot. Dhe ka qenë një vesh shumë i madh derisa e hoqa. Dhe e bëra kështu si parim, pra unë do shtyp freksionin, do ndroj marshin, dhe ai dorën nga aty, derisa të vi koha për të ndryshuar marshin tjetër. Janë gjëra që ti mëson eksperjenca, njerëzit shohin se si piloton, sepse ndryshe nuk ke për ta mësuar. Po këtë e kemi quick shifter, besoj. Ky është quick shifter lart e poshtë, domethënë je fiks. Po mua më pëlqen ta përdor kështu në mënyrë manuale. Pra, e përdor quick shifterin kur është rrugë e gjatë, e drejtë, dhe do t'i fuzë shpejt ato marsha. Kur ecën shpejt për shkakun, të ndihmon shumë. Kurse në përkthesa kam qef ta përdor freksionin, edhe këtë gazin që ti jep kur zbret marshin, e kupton, ka një falco gaz që e ndihmon motorin që të arrijë rrotullimet e rrotës para me rrotën mbrapa, pra që mos të rrshkas. Janë gjithë gjëra që unë i kam mësuar në YouTube. Nuk kam mësuar se si të ngresh gomën e parë dhe nuk besoj se do ta mësoj ndonjëherë. Duke qenë se ke mësuar gjithë këto gjëra, ajo është gjë që mësohet, por a ja vlen të rrezikosh për atë? Nuk më duhet, pra. Këtë po thoya, nuk më duhet. Se më thonë ca që jo, po ti si je pilot, se ti mund të ecësh shpejt në pistë, por ti se ngrej me rrotë parë. Unë nuk do të rrezikoj, kam ideal për tritur, unë kështu që. Jo, edhe mua jam kam mbajtur. Pra, të qenit prindit bën shumë të përgjegjshëm. E vërtet. Të priturit dikush që të kthehesh në shtëpi gjithmonë të bën shumë të përgjegjshëm, sidomos kur po diskutojmë që prindrit tan kanë njëjtën vlerë se çka dhe fëmia jon, ajo ndjenja e atsisë që ti ke për të rritur fëmijën të bësh. Që do t'i gë më shumë se veten tënde. Patjetër. A ke menduar ndonjëherë ta heq motorin duke qenë se apo ti e ke marrë kur ishe xha prind? Unë e kam marrë kur kam qenë xha prind dhe nuk mendoj që unë sipi kurrë makinë, unë kam 5-6 vjet që unë sipi makinë. Unë po shita motorin humbas identitetin, pra motori për mua është, unë kam dhe një skuter që lëviz gjatë ditës për të bërë punët e mia, kam një Vespa. Shumë e bukur, është ajo e kuqja. Një kuqe. Po me sa kam parë ti edhe reklamat i bën me motor, kështu që e ke lidhur. Jam pjesë e paketës, thashë, kërkojnë vetë klientët. Shumë e bukur. Edhe mendoj që më përfaqëson tash me motori. E kam gjetur shumë mirë veten, nuk më bën çudi shiu, era, dielli, kam krijuar dhe imunitet kështu si organizëm, se duke qenë gjithmonë në kontakt me natyrën, pra me kushte atmosferike ti fillon as nuk ke më ftohtë, vishesh holl, sepse çka ke pa me motor, ajo testurit në këmbë duket lule. Kështu që gjithmonë tashmë e kam gjetur zgjidhjen dhe jam gjithmonë para në përtakime. Fal Zotit kanë dalë këto veshjet që nuk zëma as shiu, një xhup i mirë të mban ngrohtë dhe gjithmonë për të shmangur trafikun është vetëm zgjidhja në kryeqytet. Është perfekt. Për të vizur sipas rregullave, se mund të kesh mjete të tjera të cilat unë kam qenë një fan i madh i biçikletës, por e kuptova që mbas disa vitesh kur e përdora, ishte e pamundur më për distancat e largëta. Shkoj gjithmonë në përtakime, shkoj i djersitur, i bër. Ku nuk të ruajnë me motor, me biçikletë ruajnë fare. Mua ka qenë një rast jam kthyer duke nga Zoguzi para disa viteve dhe kam qenë duke ecë në korsin time. Kur ka dalë një grua përballë
drejt në rrugë pa parë fare, kam frenuar, e kam lëshuar biçikletën poshtë rrotave dhe kam dalë këtej. Që në ai moment unë nuk kam hipur më biçikletë. Kur I hipa biçikletës, po më ikte goma kështu. Hajde këtu thënë t'ja blek të gomës, iki thash me 1 lekë gomë, shqyqy që shpëtova. Kështu që biçikleta nuk e ruajnë fare këtu. Edhe motorri nuk e ruajnë, që është diçka që duket bën zhurmë. Dhe bën zhurmë. Kur je motorist ti bëhesh një psikolog shumë I madh I shoferëve. Kur je motorist je sipër motorit, ti e di se çfarë do bëje që ka para, nga do shkoj, apo ja ke bërë llogaritje me lapse letre. Apo shikon apo jo celularin, apo jo duke folur, e ka mendin apo se ka mendin, se ti duhet të bën eksperjenca ti je psikolog. Dhe ne mund të bëhemi policë shumë të mirë për dhënë masë administrative. Sepse shoferët janë të papërgjegjshëm. Ne filmojmë gjithë ditën, ne kemi material për policë. Por nuk e kanë mendjen më. Domethënë ti je duke ecur me motor, patjetër që ti do futesh në një shtek të ngushtë, se ta lejon mundsinë motori, do futesh mes makinave. Por ti nuk e pret që në mes të një trafiku të madh, në mes të një, le të themi, distancë shumë madhe, të hapet I derë. Si ka mundësi të zbresë I pasagjer, pa e parë pasqyrën mbi të gjitha, në mes të trafikut, dhe ti të shkosh edhe të përplasësh. Është pa konceptueshme, pa imagjinueshme. Një shofer I përgjegjshëm do hapte krahun, do shikonte pasqyrën dhe I thoshte pasagjerit pa mund ta hapësh se është vdekje e sigurt, nëse domethënë Jo ai ka shpërur mirë, isa video besoj që u para. Përveç asaj më ka ndodhur për shembull që përpara meje ishte një ciklist I shkreti sepse mund isha vrarë dhe unë. Që një taksi, që ishte shofer taksie që presupozohet të kesh nivelet më të mëdha të vigjilence, se kupton se I gjithë ditën në trafik, hapi derën dhe ai ciklisti para meje u aksidentua. Po kjo është e pafalshme për një shofer, sepse je përgjegjës për jetën e tij. Sidomos për I taksis që është puna jote. Mund t'i presësh dorën, pra. Është, domethënë, situata shumë e pasigurt. Ti duhet të jesh gjithmonë vigjilent, gjithmonë psikolog se çfarë do bëj ai përpara teje. Edhe diçka do toja unë për motoristët, sepse shoh për shembull kur futen në autostradë, janë ca që kalojnë në kursitë emergjencës, sepse gjasme nuk po ecin më shumë se 90 km/h, ecin me 80 km/h edhe ecin në kursitë emergjencës. Unë kur nuk e kam bërë këtë, edhe kur jam duke ecur avash, duhet të qëndrosh në kursinë tënde. Dikush që të bëj parakalimin duhet dalë të parakaloj. Dhe ata, duke qenë se e nënvlerësojnë veten e tyre, shoh që bëhen aksidente sepse I përplas në kursitë emergjencës. Kalon kamioni e prek e ikën. Lëre, ti qëndron në kursinë tënde, lëre të bëjmë parakalimin aty ku është rruga, që duhet të qëndrosh në cep. Dhe I fut në autostradë. Nëse je motor, je mjet me të drejta të barabarta me çdo lloj makine që qarkullon. Dhe ti do ta mbash kursinë tënde siç do të ishte një makinë. As në cep, as shumë në ansore nga krau tjetër, në mes. Qëndron mes, lejoj që ai që do vi do të parakaloj sipas rregullave. Nuk mund të vi makina me qenë se e motor të parakaloj afër. Nuk ka vlerë. E dyta se të rrezikon sepse ti në moment fundit mund të devijosh një grop. Ti e ke llogaritur që je një mjet që ke të drejtën të kesh kursin tënd. Dhe motoristi nuk ka nevojë të ruhet të ecin në cep sepse unë jam motor dhe të kaloj makina. Kemi drejtë të mos ta nënvlerësojnë, sepse ata të duan. Këtu I mungon le të themi pak guximi pilotëve të rinj. Pra, kur ti merr motori I predispozuar që të ecësh sa më në cep se po rrezikon. Po ajo le të themi fitohet me kohën, pra, domethënë ajo lloj sigurie që ti të kesh kursin tënd dhe të menaxhosh pasqyrat edhe ti e di kur të vjen një makinë edhe të tregosh le të themi të njëjtë potencë dhe të njëjta drejta që ka ajo makina mbrapa. Të ndihesh I sigurt dhe të udhëtosh në mes kursit siç duhet. Të udhëtoj çdo mjet. Çfarë mesazhe ke për motoristët shqiptar? Ka 1001 mesazhe që mund të përçosh, po e vetmja gjë që unë dua edhe e kam gjithmonë praktikuar me veten time është siguria. Pra të mos të kaluarit limiteve dhe të veshurit gjithmonë kostumin e motorit përpara se të udhëtosh. Nuk po flas për le të themi udhëtime të shkurtra në qytet, edhe aty do të bërë kujdes, por sigurisht kur dalin në rrugë të gjata dhe marrin përsipër për bërë udhëtime, gjithmonë do të më qenë full gear. Jo me krahë shkurtra. Jo me krahë shkurtra, gjithmonë me xhupin veshur, këpucët e motorit. Pantallonat janë një gjë që janë diskutueshme që nëse mund t'i vesh po xhupi, këpucët, dorezat, kokorja. Për pantallone mund të përdorësh edhe xhinse, ka edhe xhinse me mbrojtje sipër që mund të jenë pak më komode. Është e vetmja formë që edhe në larg qoftë nëse aksidentohemi, dëmet janë sa më të pakta. Edhe shpejtësia gjithmonë brenda normave, edhe pse ne jemi koshient vetë në shumicën e rasteve e shkelim, sepse një motor kurse si nuk mund të jetë si një lloj si kemi ato momentumin tona, por gjithmonë me normë. Unë falenderoj shumë që ndave këtë hapësirë me mua, ishte një kënaqësi, pavarësisht se unë erdha këtu me një skalet për ta lexuar në aktivimin deri në fund, po që e pash që nuk ka vlerë, sepse duken njerëzit që kanë pasion edhe që flasin pa filtra, më thonjza. Shumë faleminderit dhe të përgëzoj shumë për idenë fantastike që ke, për mënyrën se si e drejton, për mesazhet që përçon.
për gjithë çunat që përpiqesh ti mbledhësh dhe t'japin shembuj të mirë në podcastin tënd. Shumë Jam i faleminderit. bindur që shumë shpejt do ta kthesh këtë në një format shumë suksesshëm, pse jo televiziv, dhe ta uroj me shpirt. Presojmë, faleminderit. Tani unë nuk doja ta mbyllja këtu, Mos ta mbyll, vazhdojmë, do të dalim jashtë dhe do të bëjmë një drag slow race, duke qenë se kemi edhe 2 kuaj të mëdhenj, unë Multistradën dhe ti këtë kalin tënd. Besoj do e Është marrësh. sigur që do fitosh. Gjithë fitojnë me mua. E provojmë. Eci. Patjetër.